Vetëm disa qaste më parë është raportuar një shpërthim në burgun e Fushkrujës. Bëhet fjalë për një shpërthim në territorin e burgut dhe policia është në vendin e ngjarjes duke verifikuar se çfarë ka shpërthyer konkretisht. Nuk përjashtohet shpërthimi eksplozive, por mësohet se shpërthimi i fuqishëm ka ndodhur pranë disa gjeneratorëve dhe kabinës elektrike, ndaj dhe autoritetet dyshojnë se pikërisht ka pasur shpërthim të njërit prej gjeneratorëve. Do të jenë hetimet e policisë ato që do të përcaktojnë shkakun e këtij shpërthimi, por paraprakisht mësojmë se është dëgjuar një zhurmë e fuqishme, një shpërthim që ka ndodhur brenda territorit të burgut Fushkrujës. Bëhet fjalë për një prej burgjeve të sigurisë së lartë në vend. Këto janë edhe pamjet që vinë nga vendi i ngjarjes, tregojnë pikërisht forcat e policisë që kanë mbritur në vendin e ngjarjes dhe po kryejnë të gjitha ekspertimet për të përcaktuar dhe shkakun e shpërthimit.